Atëherë përshëndetje gjithëve. Jo falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen. E veçanti stafin mësimor dhe falenderim të veçantë jap për maturantët të cilët si vjet do të bëjnë një mbyllje ceremoniale të këtij viti shkollor me një formë të veçantë, e cila do të mbetet edhe kjo në traditë, hedhjen e kapelës së ciklit të mesëm shkollor. Vitin shkollor 2013-2014, gjimnazi do të Kaçaj Bajz e kurrizoi me sukses, duke arritur në realizimin e objektivit të përcaktuar në fillim të vitit shkollor. Kjo fal punës së bashkëpunimit që ka patur shkolla jon me gjithë organizmat që funksionojnë në këtë shkollë, siç është bordi i shkollës, këshilli i prindërve, pushteti lokal dhe gjithë institucionet e tjera që na kanë ndihmuar në realizimin e objektivit të shkollës. Si vjet e organizojmë këtë ceremoni mbyllje, pasi kemi mbaruar të gjitha procedurat e provimeve të maturës shtetërore dhe me rezultatet e dala në 2 provimet e para kemi arritur rezultate mbi objektivin e përcaktuar në të shkollës. Shpresojmë që dhe rezultatet e 2 provimet të tjera, pra provimet matematikës dhe provimet me zgjedhje, të jenë në vëshmërinë e rezultateve të 2 provimet të para. Fjalimi përshëndetës nga përfaqësuesit e qeverisë dhe maturantëve të shkollës son nuk kishin si të mungonin në këtë ditë. I mirëpresim ata. Të nderuar mësues, nxënës dhe të ftuar, në këtë fjalim përshëndes në përfundim të vitit shkollor, si përfaqësues i senatit të shkollës, ndihem e privilegjuar që kam pasur rastin të studioj në këtë shkollë, të jem pjesë e kësaj elite me një të ardhme të ndritur. Dua të falenderoj mësuesit të shkollës son, këtë staf që punojnë me devotshmëri dhe përkushtim, që gjithmonë na kanë qëndruar pranë, si me përmosin e bindjeve intelektuale, ashtu dhe me edukimin ton. Dua të kujtoj se gjithmonë do të lini gjurmë në të ardhmen që na pret, si një vërtet kryesore e rrugëtimit ton. Unë si nxënëse e kësaj shkolle, nuk e kam pasur as pak vështirë të eci në rrugët e dijes bashkë me shokët e mi, qofshin senator apo nxënës të thjesht. Nuk është e lehtë të koordinosh punën në një shkollë apo me një grup nxënësish, por kur gjen një përkrahje dhe mbështetje, gjithmonë duket një dritë në horizont. Ju falenderoj për përkrahjen dhe mbështetjen tuaj pa kushte, do të jeni pjesë e udhëtimit tim gjatë jetës. Faleminderit. Të nderuar mësues, nxënës dhe të ftuar. Si maturante e kësaj shkolle ndihem krenare që mu krijua mundësia të kem nderin e fjalëve përshëndetëse si në emrin tim ashtu dhe në emrin e shokëve të mi. Të studiosh, të ecës në rrugën e dijes, nuk është as pak e lehtë, por kësaj frymeve vështirësie i jep jetë këmbgulja dhe interesi juaj për ne. Të nderuar mësues, dua të falenderoj deri në pafundësi për përkrahjen, mbështetjen dhe kritikat tuaja. Ndonse një pjesë e mirë e stafit nuk na ka dhënë mësim, për ne është njësoj si të gjithë të tjerët. Në rrugën e dijes, ju do të jeni hapat tonë të sigurt. Pas gjatur më shumë, dua t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen që na keni dhënë. Ju faleminderit. Përfaqësuesja e qeverisë së nxënësve i dorëzon certifikat vlerësimi nxënëses Laura Grishaj. Republika
Shqipërisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Zyrë Arsimore Malësie Madh, Gjimnasi Dot Kaca i Bajs. Certifikat i jepet nxënëses Laura Grishaj për rezultatet larta në mësime. Tani ftojmë drejtorin e shkollës, sepse kemi certifikata, mirënjohje dhe vlerësimi për nxënësit e shkollës sonë. Dhe tani ftojmë kryetarin e komunës për t'i dorëzuar certifikatën e vlerësimit maturante Stella Dokaj. Certifikat i jepet nxënëses Stella Dokaj për rezultatet të larta në mësime. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Përfaqësuesi i Zyrës Arsimore do t'i dorëzojë certifikat vlerësimi maturantës Anela Delaj. Atëherë, i jepet kjo certifikat nxënëses Anela Delaj për rezultatet larta në mësime. Uroj Anelen dhe gjithë ju për rezultatet e mira që po arrini dhe ju uroj gjithëjet më të mirë. Faleminderit. Edhe përshëndes maturën B. Japim certifikat me njohje zonjë Njushës Resel Dalçuli, do të shkëlqyer mësime. Uroj gjithë të mira. Faleminderit, kam një falënderim të veçantë për të gjithë mësuesit e shkollës tonë, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në mbështetjen dhe në rezultatet e mia. Faleminderit. Dhe tani, kryetarja e Këshillit të Prindërve do të dorëzojë certifikat vlerësimi maturantit Simon Prekulaj. Përshëndetje të dashur nxënës, mësues dhe gjithë të ftuar këtu. Jam shumë e gëzuar që marr pjesë në këtë festë kaq të bukur, se gjithmonë shkolla e Bajs ka bën gjëra shumë të veçanta ka shi shkollave tjera. Kjo shkollë ka arrit rezultate mjaft mira në të gjitha kohrat, edhe dhe me thanë nxënësit kanë dalë atë që kanë shkëlqyer gjithmonë jo vetëm marrë Shqipëri, por edhe jashtë shtetit kudo që kanë shkuar për studime. Ju uroj sukseset e mëtejshme të gjithë maturantëve dhe kjo punë është realizuar në bazë punës që ka bën drejtori i shkollës dhe gjithë stafi i Këshillit Pedagogjik i mësuesve. Duhet lanë një mesazh shkurt si ne si prind, ju si mësues dhe gjithë komunitetit punojmë sa më shumë që kjo shkollë të arrijë standardet larta. Kjo certifikat i jepet nxënësit Simon Prekulaj për rezultate të larta në mësime. Falenderoj shumë gjithëve, falenderoj shumë për certifikatën. E vlerësoj shumë, por në i lek a jepet me këtë certifikatë. Sigurisht që kur marrim një certifikat tillë dhe kur duam që të lëmë ndonjë fjalë të vogël, e zën pjesën më të madhe në falënderimet. Prandaj duhet ju falenderoj gjithëve që jemi sot këtu, përfaqësuesit e komunës, përfaqësuesit e Zyrës Arsimore. Një falenderim super i veçantë shkon për stafin pedagogjik të shkollës tonë. Janë më të mirët. Falenderoj shumë. Edhe sigurisht që falenderimin e merituar i tokon edhe prindërve tanë që na mbështesin gjithmonë, edhe kjo certifikat është edhe atyre. Falenderoj shumë. Përshëndetje mësuesat kujdestare. Edhe pse
shpejt, maturantët festojnë mbylljen e një cikli shkollor dhe kalojnë një cikël tjetër. Festojnë ndryshe dhe këtë po ju alëm në dorë tingujve muzikor.